Berisha, ndërkaq pikërisht për dorëheqjen e Memli Krasniqit, për formimin e qeverisë, për disponimin e partive politike, sa i përket afatit të fundit cili po rrjedh për qeverinë Konjufca 1, do të flasim me njohës të çështjeve politike bashkë me neve në studio është bashkuar me Lazim Koci. Faleminderit shumë për kohë. Faleminderit për ftesën. Po shohim zhvillime të shumta në skenën politike, qysh prej raportimeve të shumta në Mitrovicën e Veriut, befas erdhi dorëheqja e Memli Krasniqit nga PDK-ja në anën tjetër, por rrjedh afati kanë mbetë edhe një javë ditë prej kur Konjufca do duhet që t'i siguroj edhe 5 vota tjera për të vazhduar më pas me formimin e qeverisë. Si e pat dorëheqjen e Memli Krasniqit dhe pse mendon se erdhi pikërisht në një kohë të tillë kur zgjedhjet nacionale po duket se janë të pashmangshme? Tani më duhet të them fillimisht që dorëheqja e zotit Krasniqi është fenomen i ri në skenën politike të Kosovës. Deri më tani nuk më kujtohet. Jo, nuk më kujtohet, po e di, do të thotë, dini edhe ju, nuk ka pasur asnjë dorëheqje të një lideri partijak për shkak të rezultatit zgjedhor. Mu mendoj që qëndron konstatimi juaj që rezultati zgjedhor në Drenas, ndoshta edhe në Mitrovic ka bërë që të bëhet kjo lëvizje në Partinë Demokratike të Kosovës. As në Kosovë, as në Shqipëri, as një lider partijak për gjërat e tilla nuk ka dhënë dorëheqje dhe zoti Krasniqi është shembull i llogaridhënies, shembulli më i mirë i mundshëm dhe i bën nder. Unë nuk mendoj që vendimi ka qenë i tij sa i përket propozimit tjetër jashtë zotit Ladrosi, besoj që ka qenë vendim kolektiv, por ja që ai megjithatë gjeti forcë dhe mori përgjegjësinë vetë duke sjell diçka të re, shumë kualitative në skenën politike të Kosovës dhe po them është shembull që duhet duartrukitur dhe i bën nder atij, po edhe Partisë Demokratike, po edhe gjithë skenës politike në Kosovë. Pra po thoni se do të ndikoj mirë edhe tek Partia Demokratike e Kosovës ky veprim i Memlit Krasniqit. Dhe si mund të shihet pastaj edhe nga partitë e tjera, sepse duke qenë se jeni edhe politolog, besoj që i njihni edhe më mirë procesin edhe si shkon pastaj edhe si perceptohet edhe nga të tjerët kundërshtarët politik, perceptohet kjo si dobësi apo ashtu siç thatë ju duhet duartrokitur një veprim i tillë? Tani si do të rezultojë, do të thotë çfarë efekti do të ketë dorëheqja e tij në rezultatin e ardhshëm zgjedhor të Partisë Demokratike e kam vështirë ta them, por ai ka vënë një standard të ri në skenën politike të Kosovës. Është risi dhe unë besoj që deshen apo nuk deshen të tjerët do duhet të ndjekin shembullin e zotit Krasniqi. Ka të tjerë të partive të tjera që ndoshta edhe kanë nevojë ta bëjnë pikërisht. Mendoj që ka pasur dhe ka ende të tillë që do duhet të ndiqnin shembullin e zotit Krasniqi, pra pas në skenat politike perëndimore, ndryshimi i kreut pas një rezultati të pafavorshëm, të paboritshëm zgjedhor është gjë më normale që ndodh. Te ne kjo nuk ndodh as te ne as në Shqipëri. Në Shqipëri keni lider partijak që është tash 35-6 vjet do të thotë. Pavarësisht humbjeve fitoreve, ai është lideri i partisë. Po kjo nuk ka lidhje, kjo nuk ka të bëjë me demokracinë. Dhe prandaj them që për skenën politike në Kosovë, po edhe në Shqipëri, është shembull tipik i llogaridhënies, përgjegjësisë dhe do të thotë përkushtimit për partinë. Hap procese të reja të cilat mund të jenë të mirëpritura edhe nga forcat tjera politike në skenën kosovare. Mund tjetë Sutri Koci Betrin Hamza i duhuri për të bërë gjitha këto reforma, gjitha këtë freskin cilën po e thonë edhe vetë nga Partia Demokratike e Kosovës, sepse si që pyeta dhe zotërin Berisha pakës më herët, Memli Krasniqi u pyet edhe për mundësinë që edhe Hoxha të jetë si kandidat i mundshëm për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës. Tani unë nuk e përjashtoj asnjërin, as zotin Hamza, as zotin Hoxha, me siguri ka dhe kandidat tjerë, mendoj se kjo është e dorës dytë. Ajo që duhet potencuar është që zoti Krasniqi ka marrë partinë në një situatë shumë të vështirë. Do të marrësh udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës me 2 liderët në Hagë, mjerisht në Hagë, dhe
themelues dhe bartës të gjitha proceseve si brenda Partisë Demokratike po edhe të Kosovës nuk ka qenë e lehtë. Dhe ai brenda mundësive, ai ka bërë maksimum, mendoj që ka bërë krejt çka ka qenë e mundur. Ajo çfarë ka ndodhur në Drenas, jam i sigurt që ka qenë vendim më shumë kolektiv, por që tani fatkeqësisht njërisht i është faturu zotit Krasniqi. Mendoj që aktualisht PDK-ja është duke kalu megjithatë në fazë të problematike, të vështirë. Nuk është e lehtë të udhëheqësh një parti e cila dy liderët kryesor i ka në Hagë dhe pavarësisht se kush do të vjen në krye të Partisë Demokratike, qoftë zoti Hamza, qoftë zoti Hoxha, ose dikush tjetër, nuk do ta ketë lehtë. Ajo parti është, do të thotë, është sinonim i emrave që mjerisht sot nuk janë në Kosovë, janë në Hagë, dhe e kam të vështirë të them se çfarë mund të sjellin të re, qoftë zoti Hamza, qoftë ndonjë emër tjetër në Partinë Demokratike të Kosovës. Pra po thoni se nuk mund të ketë edhe një ristrukturim aq të madh sa dhe pritet, duke qenë se personat që emrat e të cilëve po përmenden për të qenë tash në krye të partisë, edhe më herët kanë qenë aty, edhe më herët kanë marrë vendime, sepse edhe çështja e zotit Ladrovcit, siç e përmendet edhe ju, besoj që në konsenzus së bashku është marrur, ndonse veçanërisht disa prej edhe deputetëve kanë qenë kundër kësaj, megjithatë një pjesë e madhe e tyre kanë qenë pro. Dhe këtu pastaj sa mundet mandej me ndryshu, duke qenë se janë pikërisht ta njerëz që kanë marrë vendime të tilla. Nuk besoj që mund të ketë ndryshimet në dhan brenda Partisë Demokratike, pavarësisht kush do ta marrë rolin pris në parti. Mendoj se atë duhet pritur ndoshta pas lirimit zotit Thaçi dhe zotit Veseli nga Haga. Me ardhin e tyre besoj që Partia Demokratike do të marrë hovë, sepse do të jetë pastaj kombinimi veteranëve të asaj partia, themeluesve të asaj partia dhe gjeneratës së re, cilin e ka sjell të zëm edhe zoti Krasniqi, edhe tjerë tradhti që janë me moshë më të ri, dhe unë e them që ajo parti megjithatë është reformuar. Por kombinimi më i mirë do të ishte pikërisht ai, do të ndërmjet themeluesve, liderëve të mëparshëm dhe brezit të ri. Ky do të ishte një kombinim shumë i mirë i Partisë Demokratike të Kosovës. Mendoj që në këta muaj të ardhshëm mund edhe të ketë pak konfuzion brenda asaj partie për ato që i thash, do të duhet pak kohë të stabilizohen, të Unë e pyeta edhe Berishën lidhur me deklaratën e kryeministrit Kurti, sepse realisht dje u rikthye në vëmendje, ndonë se kjo deklaratë ishte bërë qysh kur po tentoheshin seancë pas seancë që të votoja Elbulena Xhiu për krye parlamentare, mbaj mend, në fakt edhe u lumtova poshtë që ka qenë një deklaratë e tij në muajin korrekt, ku kishte potencuar se PDK-ja nuk është e reformuar dhe i ka 4-5 kryetarë. Mbi këto baza, mund të ketë reflektuar ndoshta për brenda struktura e Partisë Demokratike të Kosovës edhe të vije me gjitha ato që edhe ju i përmendet një ndërheqje e tillë e zotrit Krasniqit? Tani, Gjoni, nuk e di, nuk dua ta komentoj deklaratën e zotit Kurti për 4-5 kryetarë, është çështje e tij si i percepton ai zhvillimet në parti të tjera. Ne jemi demokraci, secili thot mendimin e vet, nuk ka asnjë problem, asgjë kontestuese. Në rastin konkret mendoj që zoti Krasniqi mund të ketë qenë viktim, po them viktimën thojza, e një vendimi kolektiv i cili pastaj është faturu atij. Këtë e thash edhe pak më parë, do të thotë. Nuk besoj që vendimi për kandidaturën e zotit Hajdari në Drenas ka qenë ekskluzivisht vendim qëndrim i zotit Krasniqi. Besoj që ka qenë vendim më i gjerë, në cilin kanë marrë pjesë edhe tjerët, por ja që në politik lideri nganjëherë merr përgjegjësinë edhe të veten, por edhe të tjerëve. Kësaj radhe zoti Krasniqi mbi supet e veta ka marrë përgjegjësinë edhe të pjesës tjetër të udhëheqjes. Ai është i ri, ai në moshë është shumë i ri, unë nuk mendoj se karriera e tij politike këtu, përkundër, mendoj që si shembull ai mund të rikthehet në skenën tonë politike, sepse është vërtet e jashtëzakonshme, jo vetëm në Kosovë e Shqipëri, po edhe në vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, që lideri pas një disfate, në këtë rast në Drenas, ndoshta edhe në Mitrovic, tërhiqet pa zhurmë, pa tollovi, pa polemika, është shembull për të ndjekur dhe për të
për të pëlqyer. Po, dhe me qenë se e përmendet edhe ju se gjithë kjo në mesin e arsyeve të tjera ka mund të jetë edhe për shkak të rezultatit në zgjedhjet lokale, të flasim pak edhe mbi atë se si bëhet ky dallimi se kush doli fitues dhe kush jo, sepse u aludua që pikërisht për performancën që patën në zgjedhjet lokale dhe ndodhen këto ndryshime. Në anën tjetër kemi diku 5 komuna që ka marrë PDK, janë 6 në fakt, po janë 7 nga Lëvizja Vetëvendosje dhe 7 nga LDK. Si shihet kjo? Pastaj sepse dua ta bëja atë dallimin se çfarë performance mund të kenë pastaj në zgjedhjet nacionale, të cilat edhe po na presin. Tani, nëse bëhet llogaritja që ju e bët, mund fitohet përshtypje e gabuar. Sepse në njërën anë është Vetëvendosja me 7 komuna, që është suksesi tyre sepse nga viti 2013 do thotë kanë rritje konstante. 1, 3, 4, tani 7 komuna. Por në anën tjetër, nëse marrim opozitën si të tërën, si të bashkuar, janë 19 komuna. 7 të LDK-s, 6 të PDK-s, 13, 5 të AK-s, 18 dhe një nismës 19. Nëse vështrohet nga ky kënd i numrit të komunave, fitohet përshtypja që opozita ka fituar bindshëm në raport me Vetëvendosjen. Por, ky rezultat mendoj që nuk është real në nivelin qendror. Nuk e manifeston disponimin e votuesit në nivelin qendror. Pse? Sepse në Kosovë kemi dy sisteme zgjedhore. Në nivelin qendror kemi një zonë, sistem proporcional me vetëm një zonë. Çdo të thotë kjo. Kjo do të thotë që votuesi e voton partinë, ekskluzivisht partinë do të voton. Pastaj individit të asaj partie. Ndërkëtë që në nivelin lokal kemi sistem tjetër, kemi kombinim të sistemit majoritar me proporcional. Çdo të thotë kjo. Në nivelin komunal do të thotë nuk është më një zonë, ku kemi shumë zona, dhe kemi do të thotë kandidatët, votohen kandidatët cilët qytetari, të zëmi Drenasit, i Prishtinës, i nje. Mund tjetë njëri i lagjës së ti, mund tjetë, ne Kosovë kemi qytetet vogla, relativisht të vogla, 1.000 ndër medvedi. Prandaj në nivelin lokal nuk votohet partia si që është në nivelin qendror me sistem proporcional, por votohen njerëzit cilët i njohin, do të qytetari e njeh kandidatin. Prandaj ka disproporcion shumë të madh në rezultatet e zgjedhjeve lokale dhe qendrore. Une, me shqevesh me pyetet çfarë mund të sinjalizoj ky rezultat, nuk sinjalizon fitore bindëse të opozitës, siç do të duhej të dilte si rezultati sa ishin 19 me 7. Gjithatë këto 19 pastaj shpërndahen sepse janë fola raporti opozit Vetëvendosje. Ky raport nuk do të përkthehet në nivel qendror me këtë përqindje, për një fakt shumë të thjeshtë. Nuk do thotë e shpjegova që logjika e votimit është krejt ndryshe, do thotë. Prandaj ka shpërpjesësim dhe rezultati në Prishtinë ndoshta është mostra më e mirë. Pse është mostra më e mirë? Sepse në njërin anë ka qenë opozita, kryesisht do të thotë e tubume, në anën tjetër Vetëvendosja. Dhe çfarë ka ndodhur? Kemi pasur rezultat të ngjashëm me atë të shkurtit të këtij viti, do thotë aty diku afër. Ato 48% të votat të zotit Çeku mund të zvoglohen në nivel të Vetëvendosjes pak më vonë në zgjedhjet e ardhshme, sepse motivimi i antarëve të PDK-s dhe LDK-s, PDK-s dhe AK-s, nuk ka qenë siç do të jetë në zgjedhjet qendrore, do thotë. Dhe aty do të mund pritet rënje pak e Vetëvendosjes, por nuk besoj më shumë se te 42 dhe kam përshtypjen që rezultati në zgjedhjet e ardhshme, rezultati në Prishtinë, rezultati zgjedhor në Prishtinë sinjalizon se mund të kemi përsëritje të rezultatit të shkurtit, do thotë. Ajo çfarë ndodhi në shkurt, ai rezultat të përsëritet, po them Prishtina mund të jetë mostra e epilogut të zgjedhjeve të ardhshme. Çka do të thoshte zotri Koci për Kosovën në rast se edhe pas 9 muajsh, pothuajse një vit i humbur pa formime të institucioneve, na vjen një palë zgjedhje të cilat do prodhonin të njëjtin rezultat, ku qytetarët sërish kërkojnë
bashkëpunim, kompromise mes partive politike për të udhëhequr. Çfarë do thoshte kjo për Kosovën, duke marrë parasysh qëndrimet e ngurta të partive politike, cilat i kanë pasur deri më tani, e që edhe në momentin që po flasim janë deklaruar se nuk kanë vot pro lëvizjes vetëvendosje, e ngjajshëm ndoshta mund të jenë qëndrimet edhe në rezultatin pas zgjedhjeve, cilat po themi se mund të bëhen. Nëse do të kemi rezultat të ngjashëm me atë të shkurtit, nuk e përjashtoj mundësinë një bllokade të re. Të ngjashme me këtë, edhe për një arsye. Skena politike e Kosovës aktualisht është madje edhe më polarizuar se sa në shkurt mars-prill. Ka polarizim edhe më të thellë. Tani a do të prandaj mendoj që është e gabuar logjika që shkohet në zgjedhje në dhjetor, sepse ato shumë lehtë mund të prodhojnë zgjedhje tjera, jo që do të prodhojnë, sepse më nuk duhen 61 vota për formim të qeverisë, po do të duhen 80. Në skenën aktuale politike në Kosovë, kjo duket pamundur. Pse, zotëri Koci, për partitë e tjera, kjo po duket si ide e mirë, duke qenë se secilin që e kemi pyetur, që ka qenë përfaqësues nga partitë e ish opozitës, të gjithë kanë thënë se zgjedhjet janë ide e mirë sepse do të ketë ndryshime të mëdha. Në anën tjetër, jo vetëm ju, por edhe të tjerë aludojnë dhe vazhdimisht përmendin atë se nuk mund të ketë rezultat të ndryshe, së paku jo shumë ndryshe nga kjo se e kemi parë me 9 shkort. Unë mendoj që është e gabuar. Apo nuk duan ta pranojnë një realitet, apo vërtet besojnë që do të ketë ndryshim? Ani nuk du të spekulojnë, nuk e di çfarë mendojnë, por më duket krejtësisht e paqëlluar që zgjedhjet të mbahen në dhjetor. Pse? Për dy arsye. Një, ato zgjedhje në procesi pastaj merr edhe 2-3 muaj. Gjasat që të prodhojnë diçka janë minimale. Dhe ne praktikisht do të shkojmë sërish në zgjedhje në prill, mars-prill. Ashtu nuk e kuptoj, me të vërtetë nuk e kuptoj pozicionimin e opozitës, sidomos të opozitës. Vetëvendosja ka strategji shumë të qartë në këtë pikë. Do thotë atyre ata janë në pozicion win-win. Në dy rastet ata janë të fituar sepse nëse zgjedhjet mbahen në dhjetor, atyre mund të konvenoj për shkak të ardhjes së diasporës, vota të cilëve anon nga vetëvendosja, dhe mbeten në zyrat e qeverisë, pavarësisht nëse formohet ose jo qeveria. Mbeten deri në mars, minimum, ose prill, deri në zgjedhjet tjera, nëse do të ketë marrëveshje. Por nuk e kuptoj logjikën e opozitës, pse kërkojnë me kamgullje, edhe tani jam duke folur nga pozicioni i interesit të tyre, nga pozicioni i interesit të vetë opozitës jam ka flasur, jo nga pozicione tjera. Unë mendoj që në interesin e opozitës është që ta votoj qeverinë e pakicës zotit Konjuca dhe të pres zgjedhjet në mars ose prill. Ky do të jetë pozicion më i favorshëm për opozitën. Pse do të jetë pozicion më i favorshëm? Sepse nëse zgjedhjet mbahen në dhjetor dhe pastaj pason bllokadë, qoftë financiare, qoftë politike, ta zëm një prej mundësive është të bllokohet gjykata kushtetuese, druaj që fatura e atij kaosi mund t'i dërgohet opozitës. Tani, a janë fajtor? Nuk do të janë fajtor ata, por në politik perceptimi është më i rëndësishëm nganjëherë se sa realiteti. Perceptimi do të thotë, në opinion do të perceptohet që opozita nuk lejoi. Opozita e dërgoi Kosovën në blokadë dhe në kaos institucional dhe vërtet nuk e kuptoj pse për 3 muaj. Çfarë paraqesin 3 muaj për opozitën që pikërisht që po thoni e kanë thënë edhe para pak ditësh njëri prej deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se sidomos disa prej partive të opozitës nuk i konvenon shkuara në zgjedhje. Madje ka përmendur tani, unë nuk i marrë seriozisht të deklarimet e të njëjtën e thatë edhe ju se unë e them nga një kanë tjetër, do të thotë, nga këndi një vëzhguesi a mund të rrezikojnë ndonjëra parti politike? Si? A mund të rrezikojnë ndonjëra prej partive opozitare politike që mos Nuk e di, besoj që ata bëjnë matje nëse ka ndonjë rrezik për të mos kaluar pragin, besoj që do të bashkohen për bloqeve të mëdha partive, ta zëm PDK-s ose LDK-s, besoj që sepse ata bëjnë matje. Por t'i kthejmë edhe një herë se unë nuk jam duke folur unë jam duke thënë këtë. Kam përshtypjen që opozita është konfuze.
konfuze në kuptimin që nuk është duke ditur ta deshifroj interesin e vetë. Është interesi i opozitës në këtë situatë që ta votojnë qeverinë e pakicës. Nuk është në favorin. Ata vetë po thonë, opozita kanë fjalën që zoti Kurti e ka synu datën 21 ose 28 dhjetor për shkak të diasporës. Mund t'jetë e vërtet. Nuk e përjashtë mundësinë. Kjo është e mundur. Sepse do të marrë më shumë vota. Por, shtrohet pyetja, nëse këtë e dinë, nëse e dinë... Po lejojnë që të shkohet deri. Se atyre, po le ta pengojnë zotin Kurti. Le ta votojnë zotin Konjuca, edhe ai do të qëndrojë aty vetëm 3-4 muaj, maksimumi është. Dhe e pengojnë do të thotë zotin Kurti në synimin e tij që zgjedhjet të mbahen në 21 ose 28 dhjetor, por Ashtë i mundshëm ky skenar, zotri Koci. Cili? Këtë që sapo e thatë, që ndonjë prej partive politike ndoshta edhe të votoj pro Konjupsë, që pikërisht ta bllokoj ndoshta shkuarën në zgjedhje, kam fjalën. Më mira do të ishte që ata të ulen bashkë dhe të merren vesh së bashku të gjejnë 5 deputet cilë do ta votonin qeverinë Konjuca. Po them është në interesin e opozitës më shumë. Tani këte ndoshta edhe nuk e shohin në këtë moment, por nëse ndodh blokadë, atëherë do ta shohin më mirë. Është identike si me rastin e zonës Haxhiu. Gati identike është. Opozita nuk ka fituar asgjë që s'ka votuar në zonën Haxhiu. Çfarë ka fituar? Ka fituar zotin Basha. Dhe çfarë ka fituar? Mund të shtohet pyetja, po çfarë do të fitonin nëse e votonin zonën Haxhiu? Do të fitonte edhe Kosova dhe ata sepse nuk do të kishin blokadë. Nuk do të kishte blokadë, do të provonte zoti Kurti, nuk i kishte votat. Do të provonte opozita, nuk i kishte votat, mbashin zgjedhje tjera në qershor ndoshta. Por nuk do të blokojë Kosova. Dhe tani është situatë identike. Por më duhet të them që nga marsi, nga ajo kohë deri më tani opozita jonë është konfuze dhe më vjen rënd dhe kes ta them, por thuase bjen në graskën e zotit Kurti. Ai u përgatit graskën dhe këta bëjnë në graskën e tij, do të thotë. Si me emrin e zonjës Haxhiu, unë kam përshtypje që edhe tani kjo është një pyetje dhe është e habisme, por përsëris edhe një herë. Vetë opozitarët e thonë që zoti Kurti synon datën 21 dhe 28, por nuk bëjnë asgjë që ta evitojnë atë skenar të zotit Kurti. E kanë në duar, ata mund ta evitojnë shumë lehtë atë skenar. E votojnë atë qeveri pakicë, nuk ka qeveri që do të qëndrojë asnjë vit, 3-4 muaj. Zotri Koci, së paku nga ajo që kanë deklaruar deri më tani, ata besojnë mbi faktin se ka qenë detyrë e zotrit Kurti që të bëj koalicione, që të bëj çmos për t'i bërë numrat dhe këtë nuk e ka bërë. Dhe mbi këtë pastaj aludojnë që i gjithë faji edhe nga elektorati do t'hidhet tek Kurti. Nuk kemi sigurt. Nëse bllokohet Kosova për shkak të mungesës së votës së opozitës, nuk do të pjesërisht po, edhe zoti Kurti, por më shumë do të akuzohet opozita. Tani u pajtohem me pjesën e opozitës kur thonë që është e vërtet që nuk ka përpjekje as nga vetëvendosja për ta bërë këtë qeveri të pakicës. Dhe vërtet fitohet përshtypja që i duan zgjedhjet me 21 ose 28 dhjetor, përndryshe do të bënin ndonjë përpjekje për të siguruar ato 5 vota u duan, 5 deputet u duan. Nuk është e pamundur. Nuk ka asnjë përpjekje fare, unë s'paku nuk di. Nuk ka asnjë takim, asnjë përpjekje. Dhe kam përshtypjen nuk kanë fare interesim. Nuk e duan formimin e qeverisë Konjupsa, e kam fjalën për vetëvendosin, por thjesht i duan zgjedhjet më 21 ose 28 dhjetor dhe këtë opozita është duke ja mundsuar me lehtësi. Pa bërë madje as përpjekje, as një përpjekje, s'paku tulen të analizojnë, të bëjnë një llogari të thjeshtë, çfarë fitojnë me zgjedhjet me 21 ose 28 dhjetor dhe çfarë nuk e bën. Opozita do të keni deklarata të nga studiot televizive, nga ndonjë konferencë për shtyp, por nuk ka një takim as të opozitës për të parë se cila është strategjia për t'ju kundërvënë asaj strategjie të zotit Kurti, i cili dëshiron ato zgjedhje me 21 ose 28 dhjetor. E përmendëm më herët edhe AKN, ndërkohë ata sot në orën 17 do të mbajnë një mbledhje të kryesisë. Çfarë prisni që të dalë? Beson që do t'i bashkohen një parti tjetër, PDK-n e përmendet, ka gjasa që të bashkohen, që të shkojnë në një koalicion parazgjedhor? Nuk e përjashtoj mundësinë, ndonse nuk besoj që AKJ rrezikon mos kalimin e pragut, sepse ata megjithatë fituan 5 komuna,
pesë komuna bukur të rëndësishme të Zemgjakovën, Suhareka. Komuna dhe i kishin deri diku. I kanë pasur, po i mbajtën, do të thotë. Dalim nga LDK dhe PDK që humbën nga 2-3 komuna, ky i mbajti ato 5 komuna. Megjithatë, me këto komuna që i kishte, në zgjedhjet e 9 shkurtit, ju desh një koalicion me Nisman. Ju desh, por tani na nuk e dim a ka fituar, apo sa ka fituar AKP me atë koalicion. Është e vështirë, do thotë, të vlerësohet. Ka në mesin e antarëve të AKP-s që thonë të kundërtën, që ndoshta, që kanë qenë kundër, e di, do thotë, që kanë qenë kundër atij koalicioni, sepse kanë menduar që humbin votë. Dhe pastaj e kanë thënë pas zgjedhjeve. Tani kjo është spekulim, nuk dua atë. Do thotë, nuk e përjashtoj mundësinë që AKP-ja të përfshihet në njërin nga 2 bloqet e opozitare të LDK-s ose të PDK-s, por nuk jam i sigurt, do thotë, nuk e përjashtoj mundësinë që ata të vlerësojnë që megjithatë do të hyjnë në parlament pas këtij rezultati zgjedhor në komunat që 5 komunat e fituar. Nuk është pak për AKP-n 5 komuna, 6 i ka PDK-ja. Do të thotë rezultat shumë i mirë i AKP-s dhe besoj që ndoshta kjo ka ngritur vetbesimin e tyre dhe se do të dalin të vetëm në. Megjithatë kjo pastaj do të varet edhe nga dalja e njerëzve për të votuar, sepse sa më shumë të dalin, gjasat janë më pak që AKP-ja pastaj të hyjë në kuvend. Edhe nga kjo do të varet, por unë mendoj që duke njohur atë pjesë të Dugaxhini, do të thotë në që vi preja se janë nga Gjakova dhe ato janë bastionet e AKP-s dhe vështirë lëvizin. Dhe kjo është duke ka një kohë më të gjatë. Janë të zëmë Deçani, Gjakova, Suhareka, Klina, janë bastionet sigurta të AKP-s dhe unë nuk mendoj që AKP-ja rrezikon të mos hyjë në parlament. AKP-ja do ta kalojë pragun, por diçka tjetër nëse ata duan ta fuqizojnë votin e tyre, nëse vlerësojnë që me hyrje në koalicion me PDK-n ose LDK-n mund ta fuqizojnë atë vot. Nuk e përjashtoj mundësinë që nëse hyjnë në njërën nga këto edhe ta shtojnë numrin e deputetëve. Tani mbetet të shihet, do të thosh para ata si do ta vlerësojnë ata. Po. Zotri Trikosi, falenderojmë shumë që ishe sot në këtë studio. Faleminderit të tesin. Ndërkaq që nga këtu sot është mbajtur